Policia e Pogradecit ka intensifikuar kontrollet gjatë sezonit turistik veror me fokus respektimin e niveleve të lejuara të zhurmës dhe orareve të aktiviteteve me muzik. Kontrollet po zhvillohen në ambiente të hapura dhe të mbyllura, kryesisht në zonat e identifikuara me risk për ndotje akustike, ndërsa efektivët po përdorin pajisje matëse për të verifikuar nivelin e zhurmave të gjeneruara nga subjektet. Sipas policisë, matjet e kryera deri tani kanë rezultuar brenda kufive të përcaktuar me ligj. Krahas monitorimit të zhurmave, kontrollet janë përqendruar edhe në respektimin e orarit të lejuar për aktivitetet me muzikë në ambiente të hapura dhe në qendrat e banuara nga ora 11 deri në orën 24. Në kuadër të këtij monitorimi, shërbimet e policisë kanë zhvilluar edhe takime me pronar dhe administrator të subjekteve që zhvillojnë aktivitete me muzikë, me qëllim informimin dhe ndërgjegjësimin e tyre për respektimin e rregullave dhe shmangjen e shqetësimeve për banorët dhe pushuesit. Kontrollet janë pjesë e planit të masave për garantimin e rendit dhe sigurisë publike gjatë sezonit turistik. Policia e Pogradecit bën të ditur se kontrollet do të vijojnë përgjatë gjithë sezonit veror, me synim ruajtjen e qetësisë dhe krijimin e një ambienti të sigurt për banorët, turistët dhe pushuesit. Qytetarët ftohen të denoncojnë çdo rast të shkeljes së orareve apo të kalimit të niveleve të lejuara të zhurmës, në mënyrë që strukturat përgjegjëse të mund të ndërhyjnë në përputhje me ligjin.